është kënaqësi të jem para jush me leadershipin e Aleancës Popullore, me zotin Artur Dojaka, kryetari i kësaj force të re politike, dhe përfaqësues tjerë të nderuar, me cilët kemi zhvilluar sot të takim të parë zyrtar. Dua të vlerësoj faktin që Aleanca Popullore është një forcë e re, por është një forcë e investuar qartë në koalicion e ri për Shqipërinë Evropiane, me një vizion tepër konstruktiv. Është forcë e cila si prioritet kryesor në saj ka afirmimin e çështjes Çame dhe zgjidhjen e saj, dhe kjo në kuadër njëkohësisht të integrimit evropian. Është një forcë e cila më bindu do të jetë një nga surprizat e këndshme të 23 qershorit, dhe do t'japi kontribut të rëndësishëm për realizimin atij rotacioni të domosdoshëm dhe aq të rëndësishëm për të ardhmen e vendit tonë, pasi dihet se Aleanca për Shqipërinë Evropiane përfaqëson koalicionin më të gjerë që është realizuar ndonjëherë në vendin tonë gjatë këtyre 2 dekadave të pluralizmit politik, ku kemi një spektër mjaft të gjerë përfaqësimit të forcave të ndryshme politike, edhe prania dhe angazhimi tepër energjik i Aleancës Popullore në Aleancën për Shqipërinë Evropiane tregon larmin dhe komplementaritetin e kësaj aleance në emër të një qëllimit përbashkët, të një vizionit përbashkët, që është pikërisht realizimi, ndërtimi e një Shqipërie të standardeve evropiane. Lëvizja socialiste për integrim që prej themelimit saj ka patur dhe ka si çështje të rëndësishme dhe prioritare çështjen Çame, realizimin e të drejtave të mohuara të këtij komuniteti fisnik dhe me tepër kontribute në vendin tonë dhe në të gjithë shoqërinë tonë. Kjo është një shprehje e solidaritetit tonë me këtë komunitet të mrekullueshëm, dhe natyrisht edhe kjo është në një këndvështrim shumë të gjerë që na bashkon të gjithëve në vizionin tonë për realizimin e një Shqipërie evropiane pas 23 qershorit. Kam kënaqësinë të ftoj zotin Dojaka, që dhe ai të shpreh mendimet e tij përpara jush, dhe nëse ju keni pyetje, pa kufizime, siç kemi qenë të gatshëm gjithmonë, do të jemi edhe kësaj herë në dispozicionin tuaj. Përshëndetje gjithëve. Patëm sot një takim shumë konstruktiv me një nga forcat kryesore të koalicionit fitues për zgjedhjet e qershorit, me Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe ndam kënaqësinë e veçantë të bisedonim me kryetarin, zotin Ilir Meta, i cili për komunitetin tonë nuk është thjesht kryetari i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, por është dhe një ndër figurat më të shquara politike që ka treguar që në vitet 2000 sensibilitetin e tij dhe angazhimin e tij personal për çështjen Çame. Dhe për këtë përfitoj që nga gjithë komuniteti Çam, i kudo ndodhur, ta falenderojmë zotin Meta. Faleminderit. Të thoja pak fjalë për sa i përket Aleancës Popullore, kësaj partie të re, por me rrënjë shumë të thella dhe të vjetra në komunitetin Çam. Ne filluam përpjekjen tonë në vitin 91, me krijimin e shoqatës Çamëria.
Kemi vënë zemrën tonë, mundësitë tona dhe gjithçka tjetër në shërbim të një kauze që është amaneti i shenjtë i të parëve tanë. Çështja Çame duhet bëhet çështje e shtetit shqiptar. Çështja Çame nuk çohet përpara, duke mbetur brenda kornizave të një komuniteti, sado i madh jetë ai. Ajo duhet të bëhet një çështje kombëtare dhe si e tillë duhet adoptohet nga shteti shqiptar dhe strukturat e tij, duke filluar nga qeveria. Prandaj jemi sot pjesë e këtij koalicioni fitues, Aleanca për një Shqipëri Europiane. Për arsye se dhe zgjidhjen e çështjes Çame e shikojmë të lidhur bashk, shumë ngushtë me integrimin e Shqipërisë pranë komunitetit evropian, duke ndjekur një mbas një këshillat dhe duke koordinuar me ndërkombëtarët për këtë çështje kaq të rëndësishme për gjithë kombin tonë. Është padyshim në ndërën e Parlamentit shqiptar, miratimi i rezolutës për Çamrinë. Jemi pjesë e këtij koalicioni fitues që kjo rezolut të kalojë në Kuvendin e Shqipërisë, jo me marifete dhe me falsifikime, por si një vullnet i qartë dhe dinjitos. Me konsensus të plotë, gjithë përfaqësuesët politikë të vendit në një koordinim me faktorin ndërkombëtar. Në këtë kuadër i bëj thirrje mbar popullit shqiptar, pa dallim gjyrimi politik, të bashkohet pranë Aleancës Popullore për një përfaqësim sa më dinjitoz të çështjes mbar kombëtare. Ju faleminderit. Ta përshëndetje, Klementina Cenkollari nga Ora News. Pyetja ime lidhet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në kushtet kur po i afrohemi datës së zgjedhjeve, situata në KQZ nuk është ndër më të mira. Cila është zgjidhja që ofron LSI? Dhe pyetja që vjen pas kësaj, në marrëveshjen që ju keni nënshkruar me Partinë Socialiste, a është përcaktuar edhe propozimi nga ana juaj një antari të LSI-s dhe nëse po, kur do të bëhet e mundur në emra konkret? Asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë për LSI në çështja e një antari të propozuar prej saj si antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse kjo do të thotë shkatrosh konceptin e pavarësisë së këtij institucioni, i cili ka qenë i kristalizuar mjaft qartë edhe në kodin e miratuar me konsensus vitin e fundit midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Aktualisht kemi një situatë papranueshme dhe për këtë përgjegjësia është e drejtë për drejtë e mazhorancës, e cila dhunoi kushtetutën, kodin dhe pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Natyrisht që zgjidhja është rivendosja e besimit, rivendosja e konsensit midis këtyre dy forcave që kanë bërë kodin dhe ecja përpara. E theksova dhe jetë tjetër, rivendosja besimit, rivendosja e konsensusit. Konsensusit dihet se kush e prishi në mënyrë krejtësisht njanshme, arrogante, brutale dhe tepër të vrazhdo. Nuk është kjo rruga e konsolidimit të institucioneve të pavarura dhe rritjes së besimit tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Zëvimita Ilda Dashi nga televizioni Channel One, duke qëndruar sigurisht e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. Nëse majoranca pranon, le të themi për ta rikompozuar këtë komision, a do të propozojë LSI emrat e saj, e para dhe së dyti ka qëndrojë po këtu. Në fakt, KQZ ka miratuar kërkesën tuaj për vendosjen e antarëve në KZAZ, gjë që zoti Dule, pra kreu i PBDN-s, e ka kundërshtuar. A nuk duhet të shkojë opozita e bashkuar në të njëjtën linjë? Besoj se opozita ka qenë dhe do të jetë në të njëjtën linjë. As një përpjekje për të sjellë dhe mbjellë diversion brenda radhëve të opozitës nuk shkon. Opozita ka një qëndrim shumë të qartë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe për çështjen e KQZ-s jemi në një sintoni të plot edhe me kolegun ton të nderuar, zotin Dule. Për ne nuk është e rëndësishme zgjidhja e njanshme, qoftë edhe nga ana e Lëvizjes Socialiste për integrim apo çdo forcë politike. Për ne dhe për të gjithë qytetarët shqiptar dhe partnerët ndërkombëtar, e rëndësishme është rivendosja e besimit, rivendosja
e konsensusit. Nëse ka vullnet, kjo gjë mund të ndodhë, nuk ka qenë opozita jo që e ka goditur këtë besim, apo që ka cënuar në mënyrë të njëanshme konsensusit. Se 4. Pyetja e parë ka të bëjë me marrëveshjen që ju keni shkruar me Partinë Socialiste. A parashikon kjo marrëveshje që të jenë edhe përfaqësues të LSI-s në listat e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 23 qershorit? Dhe pyetja e dytë për zotin Dojaka, po përse e përket rezolutës së vitit 2004 për çështjen Çame, e njihni atë, a mund të shërbejë si bazë për diskutimet e mëtejshme? Faleminderit. Lidhur me çështjen e listave, Lëvizja Socialiste për Integrim ka listat e saj. Në të gjithë vendin, Partia Socialiste, forcat e tjera politike kanë listat e tyre. Kjo gjë besoj se është në mënyrë të qartë edhe pa ekuivoke. Siç dhe e theksova më parë, ne si Aleancë Popullore, përfaqësuesit e vetëm të komunitetit Çam, jemi kundra çdo marifeti apo falsifikimi me rezoluta të pamiratuara. Mbështesim çdo rezolut të shkuar, të tashme dhe të atyre që do vinë më pas, të cilat shprehin mbështetjen e plot, dhe këtu e theksoj të plot, ashtu siç është në gjithë popullin shqiptar, mbështetje mbar popullore, kërkojmë një mbështetje me konsensus të plot nga gjithë përfaqësuesit e kuvendit, dhe kjo është një nga kërkesat tona themelore në marrëveshjen që kishim me koalicion. Këtë e kemi bërë transparente dhe këto janë qëllimet të cilat do na ndjekin në rrugën tonë të mëtejshme politike. Miratere, unë po ju falenderoj, ju uroj ditë mbarë.